Mirëmbrëma të nderuar televizionistëve, ku jemi sërish në emisionin tonë Ekopuls me mua Fatos Çoçolin, drejt për së drejti nga studio kryesore e televizionit Skan, si çdo të mërkurë ora 20:00, duam të flasim për naftën e rritur, por në një këndvështrim tjetër. Në një këndvështrim të një energjie që po bëhet gjithnjë e më shumë e rëndësishme për prodhimin tonë energjetik, energjia nga dielli, nga panelet diellore, nga fotovoltaike. Dhe prandaj kemi titulluar mbrëmjen sonde fotovoltaike dhe nafta e rritur. Është krizë, është në krizë e gjithë bota, por tek ne si po ndihet dhe sa po na ndihmojnë, në rast se realisht na ndihmojnë energjia nga dielli, panelet diellore që gjithnjë e më shumë po i shohim të ndërtohen, të instalohen në mjediset tona të punës, por edhe gjithkund ku jemi. Për këtë kemi nderin të kemi sonde mes nesh profesori asociuar doktor Mateo Spau, drejtori i Institutit Liberal Pashko, UET, eksperti ekonomist. Profesor Spau, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Faleminderit për ftesën, gjithmonë kënaqësi. Zotin Zef Shtjefni, sipërmarrës dhe gazetar, zoti Shtjefni, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirë se u gjejmë. Dhe zotin Fejzo Subashi, publicist dhe gazetar, zoti Subashi, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Por më shumë le të ndjekim një insert që kemi përgatitur dhe pastaj më njëherë do t'i kthemi pyetjeve në panel. A ka lidhje energjia nga fotovoltaikët me çmimin e naftës? Po, edhe pse lidhja është indirekte, ajo është e ndjeshme për ekonominë tonë. Sa më shumë energji elektrike të prodhojë Shqipëria nga dielli, aq më pak i duhet vendit tonë të importojë energji elektrike nga jashtë. Nga ana tjetër, gjithnjë më shumë taksit në Shqipëri po bëhen elektrike, duke ulur kërkesën për naftë. Njëkohësisht, fotovoltaiket ulin kostot e përgjithshme të energjisë dhe përdorimin e karburanteve në ekonomi. Por sa është rritur energjia nga fotovoltaikët në Shqipëri në 3 vitet e fundit, në periudhën 2023-2025, Shqipëria ka njohur zgjerimin më të shpejtë të energjisë diellore në historinë e saj. Në vitin 2022 kapaciteti fotovoltaik ishte rreth 120 MW, në fund të vitit 2023 ai arriti në rreth 280 MW ose 2.5 herë më shumë. Në fund të vitit 2024 kapaciteti kaloi 430 MW. Në fillim të këtij viti kapaciteti instaluar i fermave fotovoltaike vlerësohet pranë 600 MW. Kjo do të thotë se Shqipëria ka pesëfishuar prodhimin potencial të energjisë diellore brenda vetëm 4 vitesh, ndër projektet më të rëndësishme janë parku fotovoltaik i Karavastas, projektet në Spital dhe Fier, si dhe mira panelet vendosura nga biznese dhe familje. Fotovoltaikët duke ulur importet e energjisë elektrike na kursejnë valutë. Gjatë muajit mars 2026 kemi harxuar 30 milionë euro më shumë duke importuar naftë më të shtrenjtë, por si ekonomi kemi kursyer po në mars 25 milionë euro duke mos importuar energji elektrike nga prodhimi i shtuar i energjisë diellore. Kjo mund të jetë një arsye kokëfort pse ende, edhe pas 37 ditësh konflikt në Iran, çmimet e ushqimeve nuk janë rritur tek ne. Nga ana tjetër, energjia nga fotovoltaikët mbron bizneset. Bizneset që kanë instaluar panele diellore paguajnë më pak për energjinë elektrike. Kjo i ndihmon të përballojnë më mirë rritjen e kostove të karburantit, po ashtu fotovoltaiket ulin presionin mbi inflacionin. Nëse Shqipëria nuk do të kishte investuar në energjinë diellore gjatë viteve 2023-2025, vendi do të përballej me importe më të larta të energjisë elektrike, shpenzime më të mëdha në valutë, çmime më të larta të energjisë për bizneset dhe presion më të madh mbi buxhetin e familjeve. Në këtë rast, rritja e çmimit të naftës nga lufta në Iran do të kishte pasoja edhe më të rënda. Profesor Spau, po e nisim nga fundi insertit, ndërkohë regjia mund ta ndihmojë edhe me grafikun e parë. Do të ishte vërtet situata më e rëndë për ne me krizën e naftës, 28 shkurt, 8 prill që jemi sot, pa investimet e fotovoltaikëve. Padyshim, ne do kishim problematika shumë të mëdha, jo thjesht për çështjen e naftës, por edhe me çështjen e fikës të dritave, sepse do të them, jemi në situatë ku vendi për t'ju kujtuar pra të kaluarën, pasi deri në vitin 2008 kishim vazhdimisht prerje të energjisë elektrike, sepse nuk kishim dhe infrastrukturën për të importuar dhe infrastrukturën për të prodhuar për nevojat tona. Dhe nga dalë, siç e dini, u fillua një reformë që dha produktet e veta me ndërtimin e shumë me qindra hidrocentraleve të vogla të mesme nga privatët. Por natyrisht kjo shoqërohet edhe me një impakt në mjedis, sidomos në territoret vendore. Elementi tjetër është pikërisht kjo e paneleve diellore që prodhojnë energji elektrike dhe
Në fakt, pas tentativave fillestare jo të suksesshme në vitin 2016, jetë u arrit nga viti 2022 e tej një zbatim konkret të këtyre projekteve dhe kanë ecur shumë mirë. Lajmi tjetër pozitiv është që janë të lehta për të ndërtuar, kështu që rritet, le të themi kështu, shpejtësia e rritjes së produktivitetit të energjisë dhe në rast të krizash. Janë dhe më të lira se sa më përpara. Absolutisht, po thënë kjo... Çdo vit lirohen. Darë dhe ka bishtim prapa, pra duhet të them që do vi një moment ku do kemi problemin edhe e zmaltimit ose të dekompozimit, të riciklimit të paneleve diellore, që vendet tjera kanë filluar të kenë si problem, që kanë filluar këtë revolucion para nesh, përgjithësi ky është një problem që do të vi më pas. Ndërkohë që, po, natyrisht, ecja deri te elektrikës është gati e imponuar, sepse edhe për automjetet dhe për rritjen e produktivitetit të energjisë, sepse, siç po shikojmë në ato që janë rrjetet ndërkombëtare të furnizimeve, krizat ndërkombëtare, revolucionet, luftrat civile, si dhe luftrat siç është kjo e Iranit, me ngushticën e Hormuzit, tregojnë që, le të themi kështu, ato që janë rrjetet ndërkombëtare të tregtisë, janë gjithmonë më të brishta, gjithmonë më subjekte ndaj krizave ndërkombëtare, të cilat janë më të shpeshta në numër. Kështu që vendet janë gjithmonë më shumë të detyruara të kenë këto rrjete sa më pranë shtëpisë së tyre, nëse duhet të importojnë dhe të eksportojnë, dhe nëse mundet të mos ta bëjnë këtë gjë, janë edhe më të lumtura në këtë mënyrë. Natyrisht, Shqipëria duhet të ecë me shpejtësi në këtë drejtim, biles mundësisht edhe më shpejt. Për shumë arsye, një, sepse më shumë energji prodhuar brenda vendit tregon që vendi ka më shumë aftësi, jo thjesht për të mbajtur valutën e huaj, po për të qenë ndërmarrjet shqiptare më konkurruese dhe më kompetitive në produktet e tyre, për të shitur më shumë energji elektrike, për të krijuar rezerva dhe të ardhurë shtesë edhe për buxhetin e shtetit, në mënyrë të tillë që le të themi kështu, Shqipëria të zbatojë ato që janë mundësitë e veta për të rritur eksportet dhe për të përmirësuar dhe bilancin tregtar që ajo ka. Dhe nga ana tjetër, është edhe një mundësire që në Shqipëri të rikrijohen ose të krijohen nga e para në fakt disa sisteme industriale që lidhen natyrisht me instalimin, riparimin dhe le të themi kështu tregtimin e industrisë që lidhet me mirëmbajtjen e paneleve diellore dhe në sektor që mund të rritet të ndjeshëm. Në sektor që ka potencialet e veta. Kështu që në këtë sens, nga pikpamja gjeografike jemi me fat, pra duhet të them jo thjesht për diellin, por edhe për rolin në le të themi kështu në mes të mesdheut, për të le të themi kështu për të zgjeruar ato që janë aktivitetet. Edhe vendet që kemi rrotull, edhe nga pikpamja logjistike, sakt, edhe nga pikpamja logjistike. Kështu që është një fushë që duhet ta zhvillojmë dhe të qëndrojmë kësaj gjëje. Duhet të qëndrojmë, thot profesor Spau. Zoti Subashi, ka fotovoltaik ndej nga fshati prindërve tuaj? Keni parë këtej nga jugu? Sa herë që shkoni dhe i takoni? Po, Fatos. Më lër tani sot emisionin me një kompliment për tyje se ma lërë se kjo për këtë temë që përsot se është me shumë e rëndësishme. Sot energjia nuk është thjesht fatura majuare ose ditore, po është një siguri kombëtare. Dhe le ta mos ta trajtojmë më këtë si çështje energjie, pa fotovoltaikët, po ta trajtojmë si çështje të zhvillimit kombëtar. Jeni dakord që paraja nesër do jetë energjia sot? Patjetër, dhe unë po të them risit. Cilat janë roli i tyre në ekonomi. Roli i tyre në ekonomi se ne ulim vartësinë e naftës. Pra nuk varemi më nga nafta, domethënë gjim vartësitë të tërshme nga nafta për shumë arsye. Nafta dhe gazi janë në bursa ndërkombëtare, domethënë dhe janë pjesë e krizave globale. Kështu që nuk e kanë stabilitetin. Po, ja ku kemi edhe çmimin. Kurse lutem regjis grafikun e parë një herë, fotovoltaikët $108.6 për fuqi. Po. Janë nga rrjetet lokale. Gjithashtu Shqipëria është në kritike sepse krijon dhe kushtet dhe vendit. Gjithashtu ka stabilitet ekonomik. Këto krijojnë një stabilitet ekonomik si në familje, po dhe në bizneset. Gjithashtu prandaj s'po na rritën çmimet e ushqimeve ne? Nuk besoj se s'do kesh informacionin as kemi në lidhje se çmimet e ushqimeve janë rritur. Kanë filluar të rriten. Kanë filluar shumë, po nuk e din, nuk e deklarojmë.
Po janë shumë të rritura. Si që nga rritur kështu pa e ditur në? Po, se di, nuk e di që 1 kilogram spes ka shkuar 4.500 lek, ose 450 lek. Si dhe domatet. Edhe domatet e kështu që të besoj se... Janë ende, do me të s'ka hyrë domatet e stinës. Unë justifikoj po, pjesërisht i statin, sepse lajmet gjithmonë publikojnë me 1 muaj dhe 1 muaj gjysmë vonesë. Kështu që janë rritur, i stati do na e thot pas 1 muaj, ta themi kështu. Por, sepse ashtu është mbledhje sistemi statistikave, por që janë rritur, sepse janë importi shumica fatkesisht. Kështu që sigurojnë hapin vendet të reja pune dhe sigurojnë që ndryshmëri në biznesin qoftë privat e familjar. Këto janë rëndësia ekonomike e fortove tikve. Keni parë në jug shumë panele? Kemi parë gjithatë familje dhe unë... Familjen? Brenda familje kanë investuar. Bile unë mund të bëj dhe një kështu krahasim se kam nxjerr nga që pyetje, nuk e di pse ma bëre direkt për pyetje nga që e di. Po jo, sepse ju udhtoni në jug dhe kam shumë të dhëna që thonë që njerëzit janë të interesuar, sidomos në jug. Për një familje, nëse do shpenzonte 6.000 euro, që duhet të shpenzoj për të ndërtuar një sistem të tillë, për nevojat e tija, kurcen minimumi 7.000 euro në vit. Pra e kthen investimin me njërë brenda vitit? Brenda të... Që kësi e vështirë, se zakonisht tonë 4-5 vitet. 700 euro në vit, kushtet 700 euro në vit. Dhe për temi 8 vite për 8 vite e kthen e nxjerr atë se tash. Po, kjo është një periudhë arsyeshme. Imagjino që bën pastaj se sa është si fitim për bizneset për biznes. Për këtë mund ta flasi zoti Shtjefni se ai ka instaluar ndër të parët. Nëse më lejoni, zoti Shtjefni, në gjykimin tuaj, a na ndihmuan fotovoltaikët, e kemi përmendur disa herë, që prodhimi prej tyre tani është gati 1/10, 9.6% sipas të dhënave të fundit. Mund ta kemi edhe shifrën, i lutem regjis grafikun 3, prodhimi nga panele diellore 2020-2025, pra 9.4% ka arritur në vitin e kaluar, tani që flasim është gati 10%, 1/10 nga energjia diellore. Ju keni qenë ndër pionierët e biznesit shqiptar që keni vendosur në biznesin tuaj panelet fotovoltaike. Si e përjetoni juve këtë moment sot kur vitën më parë ju keni qenë ndër të parët? Nuk e kam siklet të them se po bëj belulin, por fakt kam qenë ndër të parët që kam luftuar që të përmirësohet ligji dhe të jepet mundësi bizneseve që menjëherë të kuptojnë rëndësinë emergjente që ka vendosja e panele. Unë mund ta konfirmoj që industria e mesme dhe rënë shqiptare nuk mund të funksionojë sot pa panele me çmimet e energjisë që janë treg, të cilët pa diskutim që do vinë duke u rritur. Por le të flasim më mirë me shifra. Okej, nuk është direkte impakti i paneleve ose investimi i paneleve diellore me rritjen e naftës. Absolutisht është direkt. Është direkt. Absolutisht po. Lutem regjis grafikun 3. Na e thonë shifrat. Ne kemi shpenzuar gjatë vitit 2026 që jemi 30 milion euro për të blerë energji elektrike, naftë nga jashtë, nga importi më shumë se sa përpara. Më shtrenjtë po, sepse na u shtrenjtuar me 24%. Na e ka amortizuar këtë goditje të rëndë. Prodhimi energjisë kemi prodhuar 25 milion vetëm muajin mars. Flasim për muajin mars, pardon. Jo për vitin, për muajin mars. Pra, ne prodhojmë shumë në muajt në vit se kam shumë diell. Kam shumë diell. Afërsisht 300 milion në vit. Kam shumë orë me diell. Kurse mbledhjet e energjisë elektrike jashtë. Kështu që kjo na ka amortizuar absolutisht rritjen e kostove të naftës. Kostot e naftës janë rritur, por nga ana tjetër duke qenë se kemi prodhuar energji, na ka amortizuar këtë. Imagjinoje sikur të kishim dhe rafineritë tona të naftës këtu. Pra, le ti kthehemi prap shifrave se na tregojnë çfarë impakti ka direkt. Ne po vonohemi prap në panele, sepse bota Evropa po vrapon për panelet. Ne nuk kemi mbret akoma, shpresojmë që të vit të arrijmë 12% të prodhimit përgjithshëm të energjisë me panele. Por objektivi duhet të jetë që të paktën deri në vitin 2030 ne të kalojmë 20%. Sepse është stabilitet i madh energjetik. 1/5 e energjisë nga panelet. Sepse kemi, të ishte më shumë do ishte më mirë, por këtu pengon shumë burokracia, fuqia e investuese ose kredituese e qeverisë dhe bankave, sepse ka burokraci të madhe dhe nuk kanë fuqi kredituese, nuk kemi ato garancitë sovrane ose tjera lehtësi për biznesin që menjëherë të vrapojnë që ta shtojnë këtë sasi. Sepse ne kemi gjithë këtë diell dhe kemi gjithë të male e kodrat e shkreta që të prodhen asgjë. Ne kemi investuar dhe sot unë them që po të mos isha investuar në panele, fabrikat tona nuk punojnë.
Do i kishit me 220 që është sot, me 220 euro mega që është sot, ne s'punojmë dot, nuk ndizemi. Bëjmë grop me njëherë. Kështu që të gjithë kolegët, gjitha fabrikat, gjithë bizneset, partnerët tanë që njohim kanë investuar në këtë dhe i bëj thirrje qeverisë të krijojë lehtësira sa më të mëdha në kuadrin ligjor që të vazhdohet ky investim i madh. Dhe të shihet dhe mundësia për rafinerinë shqiptare sepse kemi gjithë këtë plan të parë që po e qojmë jashtë dhe po e blejmë sa frangu pulet. Do zoti të jetë vërtet momenti i rafinerisë shqiptare. Fatos, nëse mundet të evidentoj vetëm një gjë. Profesor Spau? Besoj se le të themi kështu privati e ka shumë të qartë çfarë leverdis. Dhe janë shumë investitorë që do të ishin të disponueshëm të investonin në panele diellore. Apeli që duhet çdo institucioneve shtetërore është të forcojë sa më shumë linjat përcjellëse, sepse problemi kryesor është rrjeti në Shqipëri. Rrjeti bllokon, si thua, mundësitë që të rritet me erë. Nëse unë veç përdorimit vetjak, duhet të kem të drejtën edhe të hedh në rrjet, pra të shes. Duhet në bërë investime pikërisht në rrjet, jo thjesht në rritjen e sasisë së prodhimit nga shteti që është vetë një prodhues, por në rrjet dhe në këtë mënyrë ka, le të themi kështu, mënyra ku ti arrin të masësh energjinë që një privat prodhon dhe fut në rrjet, por kjo ka nevojë për shpenzime. Pra duhet që OST-ja, që është operatori i sistemit transmetimit, të pajiset sa më shumë me gjithë ato që janë elemente teknik, që janë në gjendje të masin energjinë e prodhuar, sepse në këtë mënyrë dhe që futet në matës inteligjent që sepse në këtë mënyrë ne arrim që jo vetëm privati të prodhojë për vete, por edhe ta shesë atë. Pse ta hedhin në rrjet, ta hedhin në rrjet energji. Ta hedhin në rrjet dhe kjo afron. Mos i digjet një pjesë energjisë që nuk e përdor. Dhe kjo afron dhe shumë privat të tjerë që të prodhojnë dhe të prodhojnë në këtë mënyrë. Pra, ky është elementi parsor për mendimin tim që shteti duhet të... Me preken plagë, profesor Matej. Sepse sot ndodh ajo që, për hatër të disa letrave burokracive që shto administrata që është shtuar dhe do bëj diçka, ne sot realisht gjithë shka që prodhojmë dhe hedhim rrjet nuk na paguhet. Kishim luftuar për të përmirësuar kuadrin ligjor përpara që fabrikat dhe industria përgjithsisht të bëjë netimin vjetor. Nga netimi mujor që ishte, netim do thotë që t'i barazojmë llogaritë fund muajit, na e bën në fund vitit që aqën kilovat sa kam hedhur në rrjet nga prodhimi im, aq më kthehet pastaj. Na e hoqën. Tani çdo kilovat që ne hedhim në rrjet shkon djegur. Do të themi në vjedhje, sepse është vjedhje. Është vjedhje. Duhet të japi llogari se ku shkon kështu. Kjo çfarë bën kjo? Sepse për hatër të kësaj që, të limiton në potencialin e vendosjes paneleve që s'ka sens kun, të ngarkon me i barë letra që ti ke më shumë prioritet prodhimin se sa të merresh me i mal me letra, dhe pastaj ti demotivohesh kur ti je shef si ta vjet, ti demotivohesh, nuk bën me lekët e tuja, me kredin banka, me shumë sakrifica, po mban dhe prodhimin kam. Dhe ti, kur vjen puna e shefësit të vjedhet energjia që prodhon, kjo është shkatruese pastaj. Është shumë e rëndë. Zoti Subashi? Prodhimi i energjisë diellore për te problemeve që nxorr dhe duke marrë shkaz nga kolegët e panelit, them se sot nuk është as lukës as është modë. Për mua energjia diellore është një ekonomi për që vendin që kërkon përveç pavarësisë një tjep dhe stabilitet të zhvillimit të ekonomisë. Kjo lloj prodhimi energjie familjare u jep kursim dhe siguri. Dhe sot e kanë treguar dhe po e tregon dhe zotëria. Kurse biznesi, kjo është energji kurse biznesit jep fitim dhe konkurrencë. Pra, në qoftë se vetë po tregon, pra do më thënë, në qoftë se nuk do ta kishte këtë, gjithashtu shtetit kjo jep pavarësi dhe stabilitet ekonomik. Pra, janë një nga investimet më inteligjente që mund të bëj për zhvillimin e vendit në Shqipëria. Dhe në fakt, momenti ishte perfekt. Kriza ishte një çështje që neve sot na dha jo leksionin, po na ka domosdoshmërinë. Pra, duhet të prodhonte energjia, duhet ishte lufta që ne të tregonim se kush prodhon energji për vete, kush nuk prodhon energji për vete, e paguan për të tjerë. Zoti Subashi, nëse më lejoni, i lutem regjisë grafikun 4, projektet më të mëdha fotovoltaike. Dua në radhë parë komentin tuaj dhe pastaj të të ftuarve të tjerë të panelit. Kemi Karavastan. Faleminderit regjisë. Keni parë në Fier? Unë e kam parë dhe është një nga investimet që më ka pëlqyer shumë. Shiko, është shumë risi e madhe si për vendin, është dhe një risi e madhe për ekonominë. Pra, po të shtojmë domethënë
gjithë ajo iniciativë. Princip se është një kompani e huaj, nuk po ja themi emrin edhe pse e njohin gjithë shqiptarët. Nuk duhet merremi me këtë huaj e vendit. Ne duhet stimulojmë të gjithë. Faktikisht tregojnë të huajt janë dhe më të besueshëm për tek ne dhe marrin përgjegjësi më të mëdha. Por ajo ndikon shumë mirë në rritjen e energjisë ekonomike të vendit. Pra ne ku të gjejmë? Pra energjia diellore është një mundësi për investitorët e huaj. Është një mundësi reale. Ata kanë dhe më përvojën, kanë dhe mundësi, pra dhe riskojnë. Po për sipërmarrësit shqiptar. E ka nisur para ndoshta 8 vitesh, 10 vitesh. Unë nuk them. Sa ta mbaroj zoti Supaçi pastaj. Unë jam pra të Poraman në krahasim, po ti marrim një problem të rrugët, duke coptuar me sipërmarrësit, duke marrin dot, nuk e kanë atë të marrin kosto të mëdha sipërmarrësit tanë dhe kemi dështuar pak e shumë. Kurse po të shikonim kur e merr një investitor strategjik dhe ai nuk vjen për 2 lek, ai vjen për një shumë shkon dhe linjën doni thoni. Patjetër shkon dhe linjën dhe vjen me investim më të mëdha dhe është më i sigurt dhe më i garantuar për ne. Unë nuk jam kundra këtyre, unë jam që energjia diellore do ta bëjnë dhe familjarët. Pra është do të jetë masive. 5 minutat e fundit të pjesës së parë zoti Shtirti. Unë them se duke parë kush ka investuar këto kohë më shumë, kemi industrinë me 32%, kemi hotelerinë me 18%, kemi bizneset tregtare me 16%, bujësia, serat, 14%, ato që kanë magazina me 11% dhe shërbimet të tjera 9%. I lutem regjis grafikun 7 që po përmendoj. Parë që të mëdhoja janë shumë pak në kuptimin që kemi nevojë për shumë më tepër dhe mirë se të vinë investitorët e huaj. Po, faleminderit. Investitorët e huaj kanë nepërsinë në kapitalet, sepse kanë në stabilitetin ekonomik të vendit ata janë më të rëndësishëm. Po them në aksesin në aksesin. Ku është dallimi? Ata vinë me banka nga pas, vinë me kapitale të mëdha që ne si kemi. Se aktualisht duhet likuiditet që ti instalosh ato, ti paguash. Ajo është përsia që kanë ata se vinë nga struktura që i kanë të konsoliduara me kohë, si edhe investimet të mëdha, dhe ne kemi vend të mjaftueshëm, nuk kemi xheloz fare për ata. Ne themi që krahas atyre, nëse ati jepi 100 mega, më jep mu 12, unë kërkoj të bëj 12 mega. Park fotovoltaik, rreth për çark fabrikave, atje ku si prish puna skujën e për çatinë për ambientet të mia, park fotovoltaik që të gjeneroj energji, të prodhoj energji, kur më duhet për vete, kur më duhet për vete, jap qytetit. Kjo është gjëja më e mirë që ne mund të bëjmë. Por jemi në rrugën e mbar, duhet thënë. Karapastaja ka 120 megawatt. Spitala 100 megawatt, Akërni 70, Lushnja dhe Fieri Bash 85 kW, bizneset dhe banesat 225. Unë vetë pretendoj të shkoj tani me projektet të reja me 12 megawatt. Pretendoj edhe i kam mundësit, nëse s'kam pegesa, unë besoj se do kuptojmë nga gjithë. Po çfarë do thot në ekonominë e vendit? Sot jemi me 300 milion kursim në vit euro, për të mos e blerë jashtë se e prodhojmë këtu energjinë. Qofse do ishim 20%, do kishim 380 milion kursim nga blerja e energjisë jashtë. Pra është një kursim i jashtëzakonshëm. Dhe në qofse thamë, vetëm në muajin mars kemi 30 milion shpenzim për naftën. Rrit pavarësinë ekonomike. Rritin shumë pavarësinë ekonomike. Dhe 25 milion kemi prodhuar energji vetë, është fiksa i 5% që mund të ketë lëviz pak çmimet, pra na i ka maj stabil çmimet, nuk është se na kanë lëviz shumë. Mund të kenë lëviz 5% se është 25 milion me 30 milion. Ama stabilizator ka por ka shërbyer si stabilizator i jashtëzakonshëm i çmimeve të treg, çmimeve të bazë ushqimore. Kështu që është shumë e rëndësishme, është e lidhur ngushësisht njëra me tjetrën, si nafta me energjinë. Ju përmendet profesor Spau në 2 minutat e fundit të kësaj pjese historinë e problemeve që kemi patur me energjinë elektrike që nga viti i largët tashmë 2007-2008. Fakti kemi patur që nga 81-shi. Por në qoftë se marrim atë korin e gjikallave të atyre, ju e dini, do me thënë generatorëve. Ideja që në 2007 në aprovuar ligji për fillimin e ndryshimin 2008 në filluar zbatimi. Pikërisht, në atë kohë neve kërkunim shumë atë që quhet stabilizator. Pra, në gjuhën teknike, si thua është rregullues të tensionit, sepse na digjeshin gjithçka nga kolpot e ndryshme të. A ka luajtur vërtet fotovoltaikët dhe energjia diellore një lloj stabilizatori siç e përmendi pak? Absolutisht po. Dhe në fakt, jo vetëm po, por unë besoj se potenciali është ende shumë i madh dhe ende i pashfrytzuar. Dhe është një, le të themi kështu, në një kohë afat shkurtër nuk krijon as pasojë mjedisore. Mos harrojmë që nëse bujësia në Shqipëri nuk ka patur rezultatet mire këto 5 vitet e fundit dhe një pjesë të tokave nuk përdoret, kjo do ishte një përdorim i mundshëm.
Se ka shumë toka të lëna djerë, keni shumë dritë. Jo vetëm, por ne jemi një situatë ku një pjesë e mirë të tokës bujqësore në Shqipëri është në dorë të shumë pronarëve. Dhe nuk përdoret edhe për këtë arsye. Ndoshta marrja ose qiradhënia ndaj për efekt të fermave fotovoltaike të tyra do të ishte një rrugë e shkurtër, por nga ana tjetër një gjë gjithsesi e dobishme dhe e frytshme. Edhe sepse do të vinte gjithë dakord, pra sepse ne kemi dhe një traditë keqe në Shqipëri kur dikush do të bëjë për Marsin, gjithë tjerë i thonë jo. Do të përdorin gjithë bashkë. Kurse këtu të gjithë përfitojnë gjithë. Le të themi kështu. Ai që jep tokën me qira, si për Marsi, duke qartë destinacioni, përdorimi e kështu me radhë. Qytetar. Edhe këtu, ama duhet bën një apel për lidhjen me rrjet jo vetëm brenda, por edhe të Shqipërisë me vendet e tjera, të rajonit ndaj Italisë dhe kështu me radhë, në mënyrë të tillë që nëse do ndodhi, dhe do ndodhi shpejt, unë jam optimist deri në 2028-ën, që do të prodhojmë aq energji sa konsumojmë. Kështu që do mundet jemi eksportues neto. Neto, që në 2028. Atëherë do duhet që të kemi linja të shëndosha të transportit dhe të eksportit të energjisë. Absolutisht. Atëherë po e mbyllim këtu pjesën e parë, po marrim pak minuta pushim për mesazhet publicitare, menjëherë do t'i kthehemi pjesës së dytë të emisionit për sonte.